Që ka ndodhë? Flori, po të haveshi? Se shoh vetëm një pamje e kështu që bën wow. Wow. Sa që ka ndodhur? Nuk ka ndodhur asgjë nga ndërmarrja përveç se shi, erë, shtrëngata, diell, re, ja kështu gjëra. U mësua me këto plakat tani, nuk kemi të bëjmë. Me këto plakat. Ndërkohë që unë po përpiqesha të sistemoja kufjet, më kalon një vajzë përpara në kamera. Edhe më troqi vëmendjen, wow, si ishte bërë shumë e bukur. Kurioz na Ndoshta bërë. ishte mirazh, nuk e di se çfarë ndodhi. Mirëmëngjes Klaudia. Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flor dhe mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Matilda, Po ty kush ka bërë kaq të bukur sot? Se mirë unë në kujdesin e Altin Lalës, po ty? Gjithmonë në kujdesin e Përshilës dhe Blerta Kasallës, që janë çdo ditë me mua, sidomos Përshila, duke më kuruar në veshjet e mia. E përshëndes edhe nëse po na shikon, besoj është në gjumë. Matilda, dhe ti si gjithmonë shumë e bukur, komplimente, të shkon kjo ngjyra. Do të thotë mendoj, prit o Flor, po prit tash që ti bë. A më ike, mos u mërzit. Keni më nga këto, e bërë shumë e bukur njëra, e bërë shumë e bukur tjetër. Se shija ashtu, profesor. E qartë. Po pati që kam ngjyra brenda studio, se dhe ti Flori si gjithmonë shumë simpatik, po Matilda si shkojnë shumë të ngjyra të interesa. Ta që gjymë kursyrën në total për gjithë. Se o profesor kemi kom mjaftueshëm. Shtruar jemi deri në orën 9. Më pëlqen shumë kjo marrëdhënie. Gjithsesi të ruajmë pozitivitetin edhe buzëqeshjen, edhe pse koha do vijojë me shi. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në pjesën e parë të ditës në të gjithë territorin, por më të përqendruar në ultësirën perëndimore. E më pas me vranësira mesatare deri të dendura. Këto vranësira do të shoqërohen me rreshje shiu me intensitet të ulët në pjesën e parë të ditës në të gjithë territorin dhe më pas me intensitet mesatar në relievet e larta malore në veri, verilindje dhe juglindje të vendit. Era do të fryjë me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 6 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të fitojë shpejtësi 10 metër për sekond. Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i ulët i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 5 deri në 13 gradë, në zonat të ulta 6 deri në 22 dhe në Bregdet 9 deri në 22 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi i motit për ditën e sotme sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Ne do të ritakojmë sërish pas pak. Faleminderit Klaudia. Faleminderit. Në fundim se kuptova, ka shi sot apo jo? Unë pash vetëm Klaudia. Jo, po nga që tashmë nuk më intereson. Është shumë teknik moti zakonisht fryn veri perëndim. Zakonisht na duhet shi ose diell, unë të paktën si funksionon. Që të orientohemi. Ndaj edhe unë vetëm shoh Klaudian çdo mëngjes, marr çadrën ta kem gati për çdo rast, një palë syze po ashtu në xhep. Edhe kur del dielli vë syzet, kur ikën dielli hap çadrën. Më pëlqen prakticiteti yt.